Fatmi Paçarmi, shumë vite karrierë së bashku me Asit Hafizin. Si kujtoni? Cilat ka qenë veçoritë kryesore dhe tiparet kryesore të Asit Hafizit futbollist? Me Asit Hafizin nuk kena linjë një ditë. Jena i moshë të sakë, ma jena shok. Vëllezërin kena kënë gjithmonë. Kena lutë futboll në Shkodër, ndërda fusha dvogla, dzeza, dhe aty është pa talenti i Astritit, se për vetë s'kam lojë me folë. Në morën Spartakiat Pionerve, që u zhvillun në Durrës në vitin 68. Aty dolën vend dytë, ne. Astriti u dallu, bashkë me mu, vese ku në ardhi letra, si me ta letra ushtërijet, Shkodër, në fillu me shkollën në Shkodër, me shku në Tiranë, shkollë futbollit. Pa ditë i gjani, ma si post. Shku me shkollë futbollit bashkë me Astritin, aty kena ba 7 vjetë jetë bashkë njënë me tjetën, kena ndru 8 njënë me tjetën, kena fjetë afer njënë me tjetën, kena hanë bukë bashkë, dhe Astriti me të aji njeri që ja kënë gjithmonë. I regullt, i disiplinum, edhe shumë i talentum futbol. Në intervistë të dhanë para pak kohësh, thotë që unë mund të flasë për të tjerët, por nuk di të flasë për vetit se çfarë lloj lojtari ka qenë. Çfarë lojtari ka qenë? Tash për Belulin pa flasun. Për Astritin flasun tash. Astriti ka një lojtar një mesfushor i talentum. Një mesfushor që e ka marrë topin, ka pas kokën nelt, ka pas vizion, edhe për ti unë maj mend shumë gola kam ba për kam veti, ka nartovet për ti. Sepse i shifte cilësit e mija, si lojtari shpejt, me e topin për para, s'me e topin në vend. Dite ku me dhanë topin për para, ku me dhanë topin në vend, ku me gjyt vetë, ku me hi vetë me ba gola, ka kene një mesfushor që duhet mu majtë men gjatë shokë e ti, zvin, me shokët e ti zvin. Ashtë tanë shpesh Shkodër që mesfushor si Hafizi i ka munguar për i vitit vëllë. Janë të rallë, ashtë i mesfushor që inshallah urej me ardhë, pak të nej afer Astritit. Shkurt ma bedi, se a i ka kenë me vizion të mërshëm, a i me shpinë ka pa ku je. Te Vllaznia keni fituar disa trofej së bashku me Hafizin. Që kanë qenë emocionet bukura. 2 kupa, 2 kampionate kena marrë, mërëna 5 vitve me Astrit Hafizin, që e kanë pjesëtar Vllaznisë. Përveç të shëndia me të rritë që kena marrë kupa, E konsideroni një personalitet Asit Hafizin duke qenë se pati shkëlqime ose trajner? Asit Hafizin, unë të thash, unë Asit Hafizin e kam shokë e vlla, kështu si unë mund të flasë për te, po shëdejta është këtë që Asit Hafizin është njëri veçantë, tanë drejtimet.